Lugina e Preshevës ka mirëpritur iniciativën e deputetit të LDK-s Lutfi Aziri për mbajtjen e seancës Kuvendit të Republikës së Kosovës për të diskutuar çështjen e shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Kryetari i Preshevës Ragbi Mustafa, duke përshëndetur këtë vendim, ka thënë se në rezolut duhet të hyjë edhe propozimi që qeveria e Republikës së Kosovës të autorizohet për të përfaqësuar shqiptarët e Luginës së Preshevës në bisedimet me palën serbe. Në këtë rezolut kujtoj se është shumë mirë që të shkojë dhe propozimi në mënyrë që qeveria e Republikës Kosovës të autorizohet për të përfaqësuar shqiptarët e Luginës Preshevës në bisedimet që pritën njajnë ndërmjet qeverisë në Beograd dhe shqiptarëve ose autoriteteve që të bojnë partitë politike shqiptare e Luginës Preshevës. Duke pas parasysh se kryeministri serb Dačić me një theks të veçantë, me një angazhim dhe përkushtim të veçantë është vendos që ulet në tryezën e bisedimeve në Bruksel në patronatin e Baroneshës Ashton me kryeministrin Thaçi të Republikës Kosovës për të arritur një shkallë sa më të lartë të drejtave të serbëve në veriun e Republikës Kosovës dhe në Kosovë, atëherë pse të mos e bëj të njëjtën dhe qeveria e Republikës Kosovës për shqiptarët në Luginën e Preshevës. Kryetari i Preshevës gjithashtu ka thënë se qeveria e Kosovës duhet të veprojë në koordinim me subjektet politike të Luginës, ashtu siç vepron qeveria serbe me serbët e Kosovës. Dhe me një siguri të madhe do të kemi një shkallë më të lartë të arritshmërive në kuptimin e realizimit të drejtave shqiptarëve në Luginë Preshevës nëpërmjet autoriteteve të Republikës Kosovës. Në rezolutën për Luginën parashihet të krijojnë lehtësime në qarkullim, arsim, afirmim kulturor, si dhe lehtësime të tjera, përfshirë suspendimin e taksës diskriminuese prej 20 euro. Gjithashtu kërkohet e lirimi të burgosëve politik, përfshirë të ashtu quajturin grupi i Gjilanit, të cilët janë viktime procesit montuar politik. Qytetarët e Luginës këtë hap të Kuvendit të Kosovës e kanë konsideruar historik, por ata presin që kuvendarët një zëri ta miratojnë rezolutën për Luginën. Priti që Kuvendi i Kosovës në vendimet e veta që do të marrë parlamenti do të ndihmoje mirë për këto 7 pika dhe të pruje vendim të aplikoje mirë dhe të miratoje që të ndihmoje njëre për gjithmonë. Shqoni këtë rezolutë normal që e presmi me gëzim, se na moti kemi dashur që Kosova të interesohet pak më tepër për neve, po kjo është edhe besoj që e kanë kuptuar ata se kemi nevojë për ndihmën e tyre dhe besoj se do të kenë ndonjë sukses bile, do të intervenojnë dikush, do të përmirësohen kushtet e tona, pasi jetojmë kushte jo të mira. Unë si qytetar i Preshevës e mbështes rezolutën e Kuvendit Kosovës dhe ku Kosova për herë të parë merr një vendim për shqiptarët e Luginës Preshevës, pasi që na kanë braktisëm, dhe shpresoj që kjo rezolutë mos mbetet vetëm në letër, po të zbatohet. Kuvendi i Republikës së Kosovës të premten në seancë të veçantë do të debatojë për çështjen e shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Në të pritet të nxirret rezoluta e cila përmban 7 pika. E në këtë dokument është paraparë që qeveria e Kosovës të kërkojë reciprocitet të plotë me të drejtat që gëzon pakica serbe në Kosovë, me theks të veçantë dëshirën e shprehur të shqiptarëve të Luginës në referendumin e 1 dhe 2 marsit vitit 1992, ku kërkohet bashkangjitje me Kosovën.